Për cilët nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dhe hadithi është i saktë, muttafaqun alayh, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të sillet vdekja në formën e një dashi. Tani përshkruhet dashi këtu me një fjalë amlah. Disa dietarë japin kuptimin amlah i zi, por në kokën e tij dominon e bardha. Kurse të tjerë thonë dash me të bardhë dhe të zezë, me ngjyrë të bardhë dhe të zezë, kur dominon e bardha. Dhe do të vendoset vdekja në formën e dashit, e shndruar, e transformuar në formë dashit tash. Dhe Allah ka fuqi për gjithçka. Ai që e krijoi vdekjen, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, thot Allahu në Kur'an, Allahu është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën. Ai që e krijoi vdekjen nga mos ekzistenca, pra nuk ekzistonte më parë, e krijoi Allahu dhe bëri cilësi të krijesave, ka fuqi që nga diçka që është fenomen, por jo i trupëzuar, ta transformojë në diçka të trupëzuar. Allahu ka fuqi për gjithçka, dhe do të vi më vonë kjo gjë. E vendos të vdekjen e transformuar në formën e dashit midis xhenetit dhe xhehenemit. Dhe thuhet, o banorët e xhenetit, a njihni këtë? Ata do të zgjasin qafat e tyre, do të hedhin veshtimin e tyre për ta parë, për kë bëhet fjalë. Dhe do thonë, po, ajo është vdekja. Dhe më pas do të thuhet, o banorët e zjarrit, a njihni këtë? Edhe banorët e zjarrit do të zgjasin qafat e tyre, do të hedhin veshtrimet për të parë se për kë bëhet fjalë, dhe do thonë, po, e njohim është vdekja. Dhe më pas do të urdhërohet që të theret ky dash, që është vdekja, vetë vdekja. Theret, pra të zhdukë, të kalojë në mos ekzistencë. Dhe thuhet, o banorët e xhenetit, ju do të jeni përgjithmonë, nuk ka më vdekje për ju. O banorët e zjarrit, ju do të jeni përgjithmonë, pra do të jetoni përgjithmonë, dhe nuk ka më vdekje për ju. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lexoi ajetin kuranor, wa anzirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Pra lajmëroi ata për ditën e pitollimit, kur do të japin llogari, ndonse ata tani janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Gjithashtu thot autori për cilët në dy sahihet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu pasi Allahu t'i fusi banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e zjarrit në zjarr, një thirrës do të thotë, o banorët e xhenetit, nuk ka më vdekje për ju, o banorët e zjarrit, nuk ka më vdekje për ju, se cili është i përjetshëm në atë që është. Ti thuhet ju fjalë banorëve të xhenetit është gëzim i madh. Por ti thuhet ju fjalë banorëve të zjarrit është dëshpërim i madh. Sepse ndoshta deri në ato momente mendojnë që do të vdesim dhe do shpëtojmë. Siç është njeriu i sëmur në këtë dynja, i sëmur, rënd. Dhe thot 3 ditë në dhe, që e përdorin si shprehje, 3 ditë në dhe, pra kërkon vdekjen shpejt që të shpëtojë nga dhimbjet, sikleti i sëmundjes. Dhe ai është në dynja. Po në xhehenem, brenda flakëve të zjarrit, Allahu na ruaj. Kur të thuhet, aty do të jesh përgjithmonë. Çfarë ndjesi është? Pitollim, dëshpërim, të merr. Po për banorët e xhenetit, që janë në kulmin e kënaqësive, mrekullive, kur i thuhet aty do të jeni përgjithmonë, s'ka më vdekje për ju, pra asnjëherë nuk do të ndodhë që do të largoheni. Çfarë ndjesi u jep? Kënaqësi, lumturi. U ashton lumturinë sepse të lumtur janë në atë vend që janë. Dhe thot gjithashtu autori, si një tjetër hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe banorët e zjarrit të hyjnë në zjarr, do të sillet vdekja dhe do të vendoset midis xhenetit dhe zjarrit, do theret, dhe më pas një thirrës do të thotë, o banorët e xhenetit, nuk ka vdekje për ju, o banorët e zjarrit, nuk ka vdekje për ju. Dhe kjo gjë banorëve të xhenetit u shton lumturinë
ndërsa kjo gjë banorëve të zjarrit ushton dëshpërimin dhe mërzitjen. Gjithashtu përcillet nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet dhe banorët e zjarrit të hyjnë në zjarr, do të cilët vdekja duke e tërhequr atë zvarr, duke e tërhequr. Vdekjen duke e tërhequr, dhe kjo tregon fuqinë e Allahut mbi vdekjen. Allahu komandon vdekjen. Vdekja nuk vepron vet. Por kur i ndodh dikujt, Allahu e urdhëroi që të ndodh. Kur i vjen dikujt, Allahu e urdhëroi që të shkojë te dikush. Dhe jo, siç përpiqen ta interpretojnë filozofë të ndryshëm apo scenaristë nëpër filma, ta interpretojnë vdekjen sipas hamendësive të tyre e tjerë, larg dritës së shpalljes. Ja, vdekja është krijesa e Allahut, që nuk vepron pa lejen e Allahut, por i bindet plotësisht atij. Dhe një ditë ajo do të zhduket, dhe do të cilët ditën e gjykimit në formën e dashit duke u tërheqë zvarr, gjë që tregon fuqinë e Allahut mbi vdekjen. Dhe do të vendoset në një mur ndarës midis xhenetit dhe xhehenemit, dhe do të thuhet o banorët e xhenetit, dhe ata do të hedhin vështrimin për të parë, por dhe me frikë. Dhe do të thotë o banorët e zjarrit, dhe ata do të hedhin vështrimin për të parë, duke shpresuar se do të ndodhë ndonjë ndërmjetësim për ta, që të dalin apo të lehtësohet dënimi. Shumë mendojnë. Dhe thuhet, dhe i thuhet banorëve të xhenetit dhe banorëve të zjarrit, a njihni këtë? Të gjithë ata do të thonë, të dy palët do të thonë, po e njohim, ajo është vdekja. Të cilën Zoti ynë e ngarkonte, pra i jepte mision. Vdekja në këtë moment do të shtrihet, pra ky dash do të shtrihet siç shtrihet në momentin e therrjes, dhe do të therret mbi këtë mur, që është si ndarës ndërmjet xhenetit dhe xhenemit. Dhe do të thuhet o banorët e xhenetit, për ju është përjetësia, nuk ka më vdekje, o banorët e zjarrit, për ju është përjetësia, nuk ka më vdekje.